Do me thënë që informacionet që ajo kishte, që pastaj ja kaloi Mozës dhe Jonës, ishin informacione që buronin direkte nga ky. Sepse ky jo vetëm ka, po ka qenë dhe te shtëpia ime. Jo vetëm me mua, se ka qenë dhe menaxheri dizajneri imi. Por që nuk kryem gjë punë, sepse nuk i gjetën ngjyrat e kollareve një lloj, po jemi taku edhe te qendra tregtare, sepse kjo ka një shtëpi, një zyrë të takohet kudo vet. Ndërkohë menaxheri iku apo ishte aty? Këtë nuk e kuptuam. Gjë është pak për e sigurt që edhe ja thash që ky djali e ka fajin vetë sepse i ka dhënë gojës për gjëra që donte t'i mbante të rezervuara, i ka dhënë gojës vend e pa vend. Dhe jo gjithmonë janë disa 2-3 personazhe këtu brenda që nuk du t'ja kesh besën kur. Kur. Edhe kjo është një ato që ja kam thënë dhe Sonin, nuk e bën dot mik. Këtë se ka pas ditë ky. Po e kuptoj, po nuk e bën dot mik. Okej? Sepse në momentin e cilin do t'i duhet ai informacion, ka për të ta nxjerrë dhe do të bëjt për 2 lekë. Se ka informacione dhe informacione. Se tani na e dinte Jona që gruaja e këtij ka lind këtu, ka këtë, ka atë, gjitha ato informacione që ka tha dje, që mua s'më intereson as ti them. Ku i dinte Jona këto informacione? Për pasurina, për kujun. Është shumë e pasur. Pra. Ka qenë 5 vjet të martuar. Pra, ku i dinte ajo gjë? Se unë indi. Ka një djalë 4 vjeç, kanë 2 vjet janë divorcuar. Atëherë, këto janë bazike dhe i dim edhe ne. Po për informacionet e tjera që tani mua s'më kujtohen. Ku e dinte? Është e pasur dhe bën jetë shumë të bukur. Se çfarë se informacionet e tjera, po domethënë informacione që derivon, që buronin nga gjithmonë ky. I thuhen Jonës këto gjërat? Nga se ti e di që je spond për informacione që do t'i kaloj një personi tjetër, lene. Këtë i thash dhe mbrëm. Nëse e ke konsideru sensitive historinë tënde dhe s'ke dash që të vi në këtë pikë, atëherë pse e ke tregu sa ne kënej, nuk e kuptoj. Sepse ai fundja fundit është me vërtet traumatizuar. Është me vërtet traumatizuar dhe në rast se bën një rrugtim psikologjik, ato të thonë që sa më shumë e flet, aq më shumë shërohesh më shpejt. Oh, really? Po. Edhe sidomos për këto panic attack, kriza ankthi etj. Ky po ngarkohet akoma më tepër sepse secili prej nesh ka një pikpamje ndryshe për situatën. Edhe ky është shumë i komplikuar se unë kam shumë xhan. Por ndonjëherë më duket shumë naiv ose kërkon shpëtimin në vendet e gabuara. Sidomos për flashe theme. Tani, basi atë që të bëri djen Prime, që të ka bë për 2 lekë, çfarë po i thoni njëri tjetrit sot? Çfarë po i thoni njëri tjetrit? Ajo tjetra, Vanessa e shkreta, i tha, unë nuk flas më me Malborën, vetëm për gjëra që na kanë ndodhur së bashku dhe në rast se Indri do vazhdoj të frekuentoj Malborën, unë nuk do ta frekuentoj më Indrin. Edhe ti çfarë bën? Bën xhiro me kafe me atë në ose që dje pastaj mbasi ndodhi kjo gjëja, zgjodhi të mos ulesh gratë Vanessës për herë të parë në Prime. Tani ajo është Prime 8, në 7 Prime-et e para, një ul bashk. Tamam tani që e ke thënë friend zone etj, pse po ndryshon vend? Mbase tani ishte momenti i dur që ti të rija afër, duke ditur që ti ke gabuar. Është edhe e vërtet që ai thot, un kam gabuar, tani e kuptova, du më u largu, du më i dhën më dorë, që të kuptoj një diçka tjetër, se kështu dua ta mbroj. Po priti sekondë vllaje, e kupton? Se tu si e për të edukuar. Të paktën me që e ke bërë mbullar, të paktën tentoj të jetë sa më i ulët, që mos rrëshkasje. Mua ka gabim që flet lart e poshtë historitë. Po ja, pa çfarë bën tani? Pastaj më fal, se ta ndërpreva dhe fjalën dhe e di që më urren. Pastaj, kur ti flet, sa i ka thënë gjithve që kanë ndjenja për maman e fëmis vet, më kupton? Tani, kur ti e di që ke këtë problem, që hyr detit në këmbë? Ti ke një problem, o e ke idealizuar, sa ajo është dhe e lidhur me dikë tjetër. O e ke idealizuar, o e ke, nuk e di, punët e juaja. Pse i hedh to llafe? Po. Shumë ditë keni juve.
Po dhe mua tani këto kohë të fundit mi treguan, se unë nuk pyes. Me që nuk du me dhënë men, se në rast se jep men, du të marrësh dhe përgjegjësi për atë që thua. Unë... Nëse ky mbarë latët atë, unë kam takuar atë. Po, kam rësisme. Ajo është shumë korrekte, shumë... S'kam dyshime për këtë. është shumë njëri... I civilizuar. Absolutisht. Është e bukur? Shumë e bukur është. Por... nuk e dija që ajo që e lidh me... Me sa informacione gjirojnë në ferm, ajo është e lidhur me dikë tjetër. Edhe unë i thash, kur fola me Vanesën, edhe isha unë, Vanesa dhe Iliri, kur fola me Vanesën, i thash, para prajmit, djem duket, i thash, dëgjo, në rast se ti e di, je në dieni, që ai ndjen diçka për ishin, për maman e fëmijë, le ne! Se ti nuk mund të luftosh me një koncept që ai ka për familjen, sa ai mund të dashuroj njeriu ose konceptin e familjes. Ti nuk mund të luftosh me këtë. Më kupton, sepse te i kalon ndjenjat, fillon idealizimi. I thash, unë, po t'isha në vendin tënd, do kisha bërë disa hapa pas. Dhe aty e kupton, nëse ai do vërtet ty, apo do një diçka për të kapërcyer diçka tjetër, apo unë ndodh në këtë situatë, apo s'di me menaxhu situatën, se thash, unë e kam gjanë Indrin, dhe mbase dhe ati ka shpëtu situata, po sikur po konkretizohen shumë detaje këtu, më kupton se mami më thot dy koincidenca bëjnë një provë. Edhe këtu mua më provat që kanë të tepërta për të vazhduar për ta përshkruar si naiv, më kupton? Po që e kam gjanë, s'kam qove. Dhe plus që nuk jemi në gjyqtarët këtu. Por që tani po gabon shumë dhe po m'vjen shumë keq dhe unë do t'ja them Vanesës. Se këtu është mungesë respekti e mirë menduar. Po ti shpendim ke? Kjo e më duket se që ka për të sjaru këtu... duket e çuditshme. Haq, më blokuat sot. Ose po bëhen gati për prajmin e të premtes. Bas, se telenovela vazhdon. Po, seria e Ferbës vazhdon. Qa titulli mund t'i japim? Po si mund t'a quajmë? Beautiful. Jo, kjo është beautiful të e di, po si mund t'a quajmë? Fermafull. Jo Fermafull, për se ka se duar shpirë. Në një nga këto të tipit një jetë me ty, qëndro larg meje. Në këto emrat Argentinas. Edhe kështu edhe ashtu, apo jo? Jo, është muhabet tjetër. Po ki kujdese, po nuk u dha pasaporta, do shofim edhe ashtu dhe kështu, ta dish. Se të edhe njërë tjetër se ne bëjmë fakt. Me gjithë të nësire një listë, nësë. Nësire një listë. Besoj që ai tha vendos një titullin. S'më kujto, ka qenë shumë i ngarkuar si prajmë, duke se mbaj mend mirë, po më duket se tha do vendosim filmin. Vendosin e juve vetë që doni me pa. Shumë duket se e kuptova. Po ta diskutojmë dhe ta vendosim. Bëni si të doni, unë jam dakord për pasaportën, se promovim vetë është. Për plus që nuk e kam parë, do kisha dëshirë të shija. Po. Ka qenë dhe Klodi aty? Një Klodian, një bukurosh aktor? I djallë që rinë Itali? Jo, ka bërë shumë filma këto kohë të fundit, me flokë gati të thinjura, me shumë flokësh, me i gjatë se unë. Klodian... Klod Ogja. Ogja, po. E keni pas të pasaporta? Jo. Jo, a im duke ka qenë të prokurori. Të prokurori. Se të prokurori kam qenë, për shumë. Ke lujt? Jo, kam qenë në premier. E kam bërë të Pallati i Operave dhe Baletit. E pa. Po. Po mua më për aty? Ishe dhe ti aty? Unë jam ai politikani Po, që kërcenon. po. Po jam më shumë s'dukem se sa dukem. është një cameo, le themi. Po. Con la partecipazione straordinaria Di... Në shka mori qak makon. Unë kam një që ta kam borgjë, besoj.
Ah. Merë t'i kesh për Klodin, ja. Por... Mund t'i kishin dhënë një shans tjetër. Se ishte shumë pak kohë që ishte tu brënda, kishte ndodhur shumë gjëra,